Një gjestë dashurie shndërrohet në makt kur ai e kap të fejuarën duke u përpjekur të vrasë nënën e tij. Gruaja që thoshte se e donte, në të vërtetë e shihte martesën si një arratisje të dëshpëruar. Por në ribashkimin me nënën, ai zbulon vlerën e asaj që nuk e braktisi kurrë. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, gjë që është shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni këtë histori. Shiu i imët i Marsit binte mbi xhamat e katit të fundit të ndërtesës tregtare në blok, ku Arben Kola po përfundonte një tjetër ditë takimesh që përcaktuan fatin e mira vendeve të punës. Në moshën 45 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori që filloi me një zyrë të vogël kontabiliteti të trashëguar nga kumbari i tij dhe u shndërrua në një nga konsulencat financiare më të mëdha të vendit. Kostumet e tij gjithmonë pa të meta, qëndrimi i tij i drejtë dhe vështrimi depërtues që friksonte konkurrentët ishin shenjat dalluese të një njeriu që kishte mësuar që në moshë të re se suksesi kërkonte disiplinë absolute. Atë pasdite, megjithatë, Arbeni ndjente një peshë tjetër në gjoks. Nuk ishin kontratat multimilionëshe që i zinin mendjen, as vendimet strategjike që do të përcaktonin tremujorin e ardhshëm të kompanisë. Ishte nëna e tij, Elena Kola, e shtruar prej një jave në spitalin amerikan me pneumoni. Mjekët thoshin se ajo ishte në gjendje të qëndrueshme, por Arbeni e njihte atë grua më mirë se çdo raport mjekësor. Elena nuk ishte nga ato që rrinte pa lëvizur në një shtrat spitali. Ajo ishte lëvizje, energji, një prani e vazhdueshme në jetën e tij që kur babai i tyre i braktisi kur ai ishte vetëm 12 vjeç. Ndërsa nënshkruante dokumentet e fundit të ditës, Arbenit i kujtoi se si Elena punonte në 2 punë për të mbajtur shtëpinë. Gjatë ditës, ajo ishte sekretare në një firmë të vogël avokatie në qendër të Tiranës. Natën, jepte mësime private të gjuhës shqipe për studentët që ëndërronin të hynin në universitet. Edhe pse era skapitur, ajo kur nuk mungoi në asnjë mbledhje prindërish në shkollë, kur nuk la pa kontrolluar detyrat e tij të shtëpisë, kur nuk tregoi dobësi përballë vështirësive me të cilat përballeshin. Telefoni ra, duke e nxjerrë Arbenin nga mendimet. Ishte Marina Gashi, e fejuara e tij prej 6 muajsh. Zëri i saj tingëllonte i butë nëpërmjet aparatit, duke e pyetur për ditën e tij, duke treguar shqetësim për nënën e tij. Marina kishte qenë një zbulim i mrekullueshëm në jetën e tij. Ata ishin njohur në një event bamirësie të organizuar nga Fondacioni Shpresë për Fëmijët, ku ajo koordinonte një projekt të ndihmës sociale për nënat beqare në komunitetet në nevojë. Ndryshe nga të gjitha gratë që Arbeni kishte njohur më parë, Marina dukej sinqerisht e painteresuar për pasurinë e tij. Ajo kishte kompaninë e saj të konsulencës për qëndrueshmërinë, ngiste një makinë të thjeshtë dhe vishej me elegancë diskrete. Zemër, jam këtu me nënën tënde prej 2 orësh. Ajo po pushon tani, por pyeti për ty disa herë, tha Marina në telefon. Mjekët kaluan pak më parë dhe thanë se ajo pati një pasdite të qetë. Nuk ke nevojë të vish sot nëse je shumë i lodhur. Arbeni buzëqeshi kur dëgjoi atë shqetësim. Që nga fillimi i lidhjes, Marina tregonte një dashuri të veçantë për Elenën. Në takimet e para, ajo bënte pyetje për fëmijërinë e tij, për mënyrën se si nëna e tij arriti të arriste vetëm, për sakrificat që ajo bëri. Gjatë fejesës, Marina këmbënguli që ceremonia të ishte e thjeshtë, duke i destinuar paratë që do të shpenzonin për një festë madhështore për një udhëtim të veçantë që Arbeni mund të bënte me nënën e tij pas martesës. Do të vi, e dashur. Më duhet ta shoh para se të shkoj në shtëpi, u përgjigj Arbeni, duke futur letrat në sirtar. Faleminderit që je aty me të. E di sa shumë do të thotë kjo për nënën time. Sigurisht, zemër. Tani është edhe familja ime. Shihemi atje pas rreth 40 minutash. Arbeni e mbylli telefonin dhe u drejtua drejt ashensorit privat që do ta çonte direkt në parking. Gjatë rrugës nëpër trafikun e Tiranës, ai mendonte se si jeta kishte ndryshuar që kur Marina hyri në botën e tij. Para saj, Arbeni jetonte ekskluzivisht për punën. Zgjohej në 5 të mëngjesit, shkonte në palestër, arrinte në zyrë në 7 dhe dilte rallëherë para orës 10 të natës. Në fundjavë, vizitonte nënën e tij në apartamentin e saj luksos pranë liçenit artificial, por gjithmonë i ngarkuar me telefonata biznesi dhe shqetësime profesionale. Me Marinën, Arbeni filloi të zbulonte kënaqësi që i kishte harruar. Ajo e bindi të merrte pushime të vërteta, pa celularin e punës.
Së bashku, ata udhëtuan për në Dërmi, ku Arbeni kaloi një javë të tërë pa menduar për raportet financiare. Marina gjithashtu e inkurajoi të rifillonte hobit e vjetra. Ajo zbuloi se ai I binte kitarës në adoleshencë dhe I bleu një instrument si dhuratë, duke këmbëngulur që ai të fillonte të luante përsëri. Lidhja evoluoi natyrshëm. Brenda 3 muajsh, Marina tashmë kalonte shumicën e netëve në apartamentin e tij në blok. Brenda 5 muajsh, Arbeni I kërkoi dorën gjatë një darke intime në restorantin Iliria. Data ishte caktuar për në shtator, një ceremoni e thjeshtë në prani të familjarëve të afërt dhe pak miqve. Elena, fillimisht, tregoi rezerva për shpejtësinë e lidhjes. Gjatë një dreke në parkun e madh të liçenit artificial, ajo komentoi në mënyrë diskrete se I dukej gjithçka shumë e përshpejtuar. Bir, ti e njeh këtë vajzë prej kaq pak kohe. Nuk kushton gjë të presësh edhe një vit para se të martohesh, sugjeroi ajo, ndërsa ushqente rosat në liçen. Arbeni, I dashuruar, e interpretoi shqetësimin e nënës së tij si xhelozi të natyrshme të dikujt që kishte qenë gjithmonë gruaja e vetme e rëndësishme në jetën e tij. Nën, unë kur nuk jam ndier kështu me askën. Marina është ndryshe nga të gjitha gratë që kam njohur. Ajo më bën të dua të jem një njeri më I mirë, u përgjigj ai, I bindur për zgjedhjen e tij. Elena nuk këmbënguli më, por Arbeni vuri re se ajo e vëzhgonte Marinën me një vështrim të vëmendshëm gjatë takimeve familjare. Duke arritur në spital, Arbeni parkoi në bodrum dhe u ngjit direkt në repartin e terapisë intensive në katin e 12. Era karakteristike e dezinfektantit dhe atmosfera solemne e vendit gjithmonë e bënin të ndihej I parehatshëm, por ishte mësuar gjatë asaj jave vizitash të përditshme. Kryeinfermieria, Fatimia, e përshëndeti me një buzëqeshje amësore. Ajo e njihte Elenën prej vitesh, që kur Arbeni kontraktoi planin shëndetësor më të plotë të disponueshëm për nënën e tij. Mirëdita, zoti Arben. Nëna juaj pati një ditë shumë më të mirë sot. Temperatura I ka rënë plotësisht dhe arriti të hajë drek vetë për herë të parë, informoi Fatimia, duke shfletuar bllokun me shënime mjekësore. Zonjusha Marina është aty me të që nga ora 2. Çvajzë e përkushtuar, apo jo? Arbeni buzëqeshi, duke ndier krenari për zgjedhjen që kishte bërë. Pak ditë para martesës, e fejuara e tij tashmë tregonte për kushtimin dhe dashurinë që ai priste të gjente te një partnere për gjithë jetën. Duke ecur nëpër korridor drejt dhomës, Arbeni ndaloi në një lulishte në katin përdes që ishte ende e hapur dhe bleu një buqet me zambak të bardhë, lulet e preferuara të Elenës që kur ai ishte fëmijë. Dhoma e terapisë intensive ndodhej në fund të korridorit, në një zonë më të rezervuar të destinuar për pacientët në gjendje të qëndrueshme. Arbeni hapi derën në heshtje, duke menduar se ndoshta nëna e tij po flinte dhe ai nuk donte ta zgjonte. Buqeta me lule në duart e tij ra në tokë me një zhurmë të shurdhët që bëri jehon nëpër dhomë. Skena që Arbeni pa ja paralizoi plotësisht mendjen. Marina ishte përkulur mbi shtrat duke shtypur një jastëk kundër fytyrës së Elenës. Nëna e tij përpëlitej me forcat e pakta që I kishin mbetur, duart e saj të vogla përpiqeshin të shtynin jastëkun, këmbët e saj dridheshin nën çarçafet e spitalit. Marina nuk e kishte vënë re praninë e tij, e përqendruar plotësisht në atë që po bënte. Koha dukej se u zgjat pafundësisht. Arbeni e shihte skenën sikur të ishte një film me lëvizje të ngadaltë. Trupi I nënës së tij që luftonte për jetën, shpreha e përqendruar e Marinës, heshtja vari e dhomës që thyej vetëm nga frymëmarrja e gulquar e Elenës. Për një çast, Arbeni mendoi se po shihte një makt, se ai vizion I pamundur ishte produkt I mendjes së tij të lodhur. Por pastaj instinkti I mbrojtjes e tejkaloi mosbesimin. Arbeni përshkoi dhomën me 2 hapa të gjatë dhe e shtyu Marinën me forcë, duke e bërë atë të lëkundej anash. Menjëherë, ai u pozicionua mes saj dhe shtratit, duke mbrojtur trupin e brisht të nënës së tij me trupin e vet Elena kollitej dhunshëm, duke gulquar në kërkim të ajrit, sytë e saj të zgurdulluar nga tmerri dhe konfuzioni. Çfarë po bën? Pyeti Arbeni, zëri I tij duke dalë në një ton që ai vet nuk e njihte. Nuk ishte britm, as pëshpëritje, por diçka mes tronditjes dhe tërbimit të përmbajtur. Marina e shikoi me sy të zgurdulluar, duart I dridheshin dukshëm. Për disa sekonda, ajo dukej si një fëmijë I kapur duke bërë diçka të ndaluar, pa ditur si të justifikojë. Pastaj, shpejt, shpreha e saj ndryshoi në diçka që Arbeni e interpretoi si dëshpërim të llogaritur. Arben, faleminderit Zotit që erdhe. Nëna jote po mbytej, po përpiqesha ta ndihmoja.
Ajo nuk merrte dot frymë siç duhet dhe unë mendova se zëri i Marinës dilte i ndërprer, fjalët duke u ngatëruar në një shpjegim që tingëllonte fals edhe për të vetë. Arbeni shikoi jashtëkun në tokë, pastaj fytyrën e friksuar të nënës së tij, pastaj Marinën. Shpjegimi nuk kishte kuptim. Nëse Elena po mbytej, Marina duhej të kishte thirrur infermieret, duhej të kishte provuar manovrën Heimlich, duhej të kishte bërë gjithçka tjetër përveç shtypjes së një jastëku kundër fytyrës së saj. Dhe kishte diçka në shprehjen e Marinës, një tension që shkonte përtej shqetësimit për një emergjencë mjekësore. Elena arriti të kontrollohej mjaftueshëm për të folur. Zëri i saj dilte i ngjirur, ende i gulquar, por mjaftueshëm i qartë që fjalët t'i arrinin të birit. Ajo po përpiqej të më mbyste, Arben. Tha se unë po i prishja të gjitha planet. Heshtja që pasoi u thye vetëm nga zhurma e aparateve mjekësore. Arbeni shikoi drejt në sy Marinën, duke kërkuar ndonjë shenjë pafajësie, ndonjë shpjegim që mund të justifikonte atë skenë të pamundur. Ajo që pa ishte frikë e pastër, jo shqetësimi i dikujt të keq interpretuar, por tmerri i dikujt që ishte kapur në flagrancë. E pash, tha Arbeni, fjalët e tij tingëllonin si një dënim përfundimtar. Në atë moment, sikur të kishte humbur kontrollin e gjuhës së saj, Marina murmuriti diçka që ndoshta donte ta mbante për vete. Ajo do t'i shkatëronte gjithsesi të gjitha, tha me zë të ulët, pothuajse për vete, por mjaftueshëm lart që Arbeni të dëgjonte çdo fjalë. Alarmet e pajisjeve mjekësore filluan të bien, ndoshta të aktivizuara nga ndryshimi në rrahjet e zemrës së Elenës. Brenda sekondash, dera e dhomës u hap dhe 3 infermiere hynë me shpejtësi, të ndjekura nga mjeku i turnit. Lëvizja e solli Arbenin përsëri në realitetin e menjëhershëm. Nëna e tij kishte nevojë për kujdes mjekësor dhe ai duhej ta mbronte. Ndërsa ekipi mjekësor ekzaminonte Elenën duke kontrolluar shenjat e saj jetësore dhe duke u përpjekur ta qetësonin, Arbeni thiri sigurinë e spitalit. Marina qëndronte e palvizur në një cep të dhomës, pa ditur çfarë të bënte apo të thoshte. Ajo u përpoq t'i afrohej atij, duke zgjatur dorën sikur do ta prekte, por Arbeni u largua instinktivisht. Të lutem, më lër të shpjegoj. Ti nuk e kuptove çfarë ndodhi. Unë kur nuk do t'i bëja keq nënës tënde, u përpoq ajo edhe një herë, por zëri i saj tingëllonte tepër i dëshpëruar, fjalët e saj shumë të sajuara. 2 roje sigurie u shfaqën në derën e dhomës. Arbeni ju drejtua atyre me autoritetin e dikujt që ishte mësuar të merrte vendime të rëndësishme nën presion. Kjo grua po përpiqej të lëndonte nënën time. Dua që ajo të largohet menjëherë nga spitali dhe të thirret policia. Marina e shikoi Arbenin me një shprehje që përziente mosbesim dhe panik. Arben, nuk mund ta kesh seriozisht. Ne jemi të fejuar. Do të martohemi pas 6 muajsh. Unë të dua. Por ndërsa ajo fliste, Arbeni vëzhgonte nënën e tij duke u ekzaminuar nga mjekët. Elena ishte dukshëm e tronditur, por e ndërgjegjshme dhe e aftë të rrëfente atë që kishte ndodhur. Mjeku konfirmoi se ajo nuk shfaqte shenja mbytjeje apo ndonjë problem respirator që justifikonte versionin e Marinës. Kur rojet e sigurisë ju afruan Marinës për ta shoqëruar jashtë spitalit, ajo ju kthye Arbenit për herë të fundit. Të dua, Arben. Ti e di që të dua. Nuk mund të përfundoj kështu. Jo pas gjithçkaje që kemi planifikuar së bashku. Por Arbeni nuk u përgjigj. Ai qëndroi pranë shtratit të nënës së tij, duke i mbajtur dorën ndërsa mjekët përfundonin ekzaminimin. Për herë të parë pas shumë muajsh, Arbeni ndjente se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Gruaja që pothuajse u bë gruaja e tij po shoqërohej jashtë asaj dhome, dhe ai filloi të kuptonte se ndoshta as nuk e njihte vërtet. Elena ja shtrëngoi dorën të birit me më shumë forcë se sa ai mendonte se ajo kishte ende. Sytë e saj, ende të friksuar, kërkonin të tij në një kërkim të heshtur për siguri. Arbeni u përkul për t'i puthur ballin, duke ndier aromën familjare të lëkurës së saj dhe duke premtuar në heshtje se kur më nuk do të lejonte që dikush ta lëndonte. Jashtë dhomës, ende mund të dëgjoheshin britmat e Marinës që bënin njehon nëpër korridor, ndërsa ajo merrej nga rojet e sigurisë. Ajo bërtiste se e donte, se gjithçka ishte një keqkuptim, se ai po bënte gabimin më të madh të jetës së tij. Por për Arbenin, ulur pranë shtratit të nënës së tij në atë dhomë të heshtur spitali, ato britma tingëllonin si jehona të një jete që ai pothuajse e kishte humbur plotësisht. Nata ra mbi Tiranë, ndërsa Arbeni qëndronte pranë shtratit të nënës së tij, duke vëzhguar çdo lëvizje të frymëmarrjes së saj.
Mjekët kishin konfirmuar se Elena ishte fizikisht e qëndrueshme, por tronditja emocionale ishte e dukshme. Ajo zgjoi e trembur çdo 15 minuta, duke parë rreth e rrotull dhomës sikur kërkonte kërcënime të padukshme. Duart e saj të vogla, që Arbeni i mbante mend se kishin qenë gjithmonë të forta dhe të sigurta, dridheshin lehtë mbi çarçafet e bardhë të spitalit. Doktor Petrit Aliu, kardiologu përgjegjës për trajtimin e pneumonisë, kishte kërkuar një vlerësim psikiatrik për Elenën. Nuk ishte protokoll i zakonshëm, por situata kërkonte kujdes të veçantë. Arbeni e miratoi menjëherë. Ai donte që nëna e tij të kishte gjithë mbështetjen e nevojshme për të kapërcyer atë përvojë traumatike. Ndërsa priste ardhjen e psikiatrit, Arbeni nuk mund të ndalonte sërish shikuari 6 muajt e fundit në mendjen e tij. Si kishte qenë kaq i verbër ndaj shenjave që ndoshta ekzistonin? Si mundet që një grua që dukej kaq e përkushtuar, kaq e dashur, kaq e sinqert, të kishte planifikuar diçka kaq të tmerrshme? Dhe pse nëna e tij? Çfarë pengese përfaqësonte Elena për Marinën? Hetuesi privat Genc Leka arriti në spital në orën 10 të natës. Arbeni e kishte punësuar 2 vjet më parë për të hetuar konkurrentët në negociata të rëndësishme, dhe e dinte se Genci ishte diskret dhe efikas. Një burr 50 vjeçar, ish polic, Genci kishte aftësinë të gjente informacione që dukeshin të pamundura për t'u zbuluar. Zoti Arben, më vjen keq për situatën. Erdha sa po mora telefonatën tuaj, tha Genci, duke i shtrënguar dorën me vendosmëri. Mund të më tregoni saktësisht çfarë ndodhi? Arbeni rrëfeu të gjithë skenën, nga ardhja e tij në spital deri në momentin kur Marina u largua nga rojet e sigurisë. Genci mbajti shënime të detajuara në bllokun e tij, duke bërë pyetje specifike për oraret, fjalët e sakta që Marina kishte thënë, dhe nëse Arbeni kishte vënë re diçka të çuditshme në sjelljen e saj ditët e fundit. Më duhet të më jepni të gjitha informacionet që keni për Marina Gashin. Dokumente, adresa, ku njohet, miq të përbashkët, familjen e saj. Gjithçka që mund të më ofroni, kërkoi Genci. Dhe duhet ta bëj këtë para se ajo të ketë kohë të shkatërrojë prova ose të krijojë një version tjetër të fakteve. Arbeni hapi portofolin dhe i dha Gencit të gjitha kartat që Marina i kishte dhënë. Kartë vizitën e kompanisë së saj, kartën e antarësimit në klubin ku ajo bënte pilates, kartat e kreditit që ishin në emër të saj, por që Arbeni i paguante si një gjestë bujarie të marrëdhënies. Ndërsa i kalonte çdo send hetuesit, Arbeni kuptoi sa pak dinte vërtet për jetën konkrete të së fejuarës së tij. Ku ndodhet kompania e saj? Pyeti Genci, duke ekzaminuar kartë vizitën e Gashi Konsulencë për qëndrueshmërinë. Arbeni kuptoi se kur nuk e kishte vizituar zyrën e Marinës. Gjatë 6 muajve të lidhjes, të gjitha takimet ndodhnin në apartamentin e tij, në restorante ose në evente sociale. Marina gjithmonë kishte justifikime të besueshme kur ai sugjeronte të njihte vendin e saj të punës. Thonte se zyra ishte në rikonstruksion, ose se kishte takime jashtë, ose se preferonte ta mbante jetën profesionale të ndarë nga ajo personale deri pas martesës. Sinqerisht, Genc, kur nuk kam qenë atje. Ajo gjithmonë vinte në apartamentin tim ose takoheshim në vende të tjera, pranoi Arbeni, duke u ndier budalla për këtë zbulim. Hetuesi nuk tregoi gjykim, vetëm vazhdoi të mbante shënime. Po familja e saj? I keni njohur prindërit, vëllezërit e motrat? Arbeni tundi kokën negativisht. Marina i kishte treguar se ishte fëmijë i vetëm, se prindërit i kishin vdekur në një aksident me makinë kur ajo ishte 25 vjeç, dhe se nuk kishte të afërm të tjerë në Tiranë. Në atë kohë, Arbeni ndjeu dëmshuri për atë vetmi dhe deshi t'i ofronte asaj familjen që ajo nuk e kishte. Tani, ajo histori tingëllonte tepër e përshtatshme. Miq, keni njohur njerëz që shoqëroheshin me të para se të njiheshit ju? Edhe një herë, Arbeni kuptoi se si Marina ishte integruar plotësisht në jetën e tij pa prezantuar kur element të jetës së saj. Ajo njohu miqtë e tij, mori pjesë në darka me ortakët e tij, frekuentoi ambientet e tij shoqërore. Por Arbeni kur nuk njohu asnjë mik të mëparshëm të Marinës, kur nuk ju prezantua kolegëve të saj të punës, kur nuk mori pjesë në një event social të organizuar prej saj. Zoti Arben, me gjithë respektin, por duket se zonjusha Marina ka ndërtuar një marrëdhënie të njëanshme. Ajo hyri në jetën tuaj, por ju kur nuk hyp në jetën e saj, vërejti Genci me sinqeritetin e dikujt që kishte parë raste të ngjashme më parë. Në atë moment, Elena lëvizi në shtrat dhe hapi sy.
Arbeni u ngrit menjëherë dhe ju afrua, duke i mbajtur dorën. Nën, si po ndihesh? Elena shikoi të birin dhe pastaj Gencin. Zëri i saj doli më i fortë se sa priste Arbeni. Bir, më duhet të tregoj disa gjëra për këtë grua. Gjëra që i vura re, por që nuk pata guxim të t'i them më parë. Arbeni u ul në karrigen pranë shtratit, ndërsa Genci u pozicionua në mënyrë diskrete për të dëgjuar rrëfimin. Elena mori frym thellë para se të fillonte të fliste. Javët e fundit, kur Marina vinte të më vizitonte këtu në spital, vura re sjellje të çuditshme tek ajo. Kur ti nuk ishe i pranishëm, ajo bëhej e paduruar, shikonte vazhdimisht orën, i përgjigjej celularit në mënyrë evazive kur i binte, filloi Elena. Por ajo që më shqetësoi më shumë ishte mënyra se si ajo reagoi kur unë sugjerova që ju ta shtynit dasmën derisa unë të isha shëruar plotësisht. Arbeni u përkul përpara. Çfarë tha ajo? Herën e parë që e përmenda, ajo e ndryshoi temën shpejt. Herën e dytë, ajo u nervozua dukshëm dhe tha se nuk ishte mirë të shtyeshin planet e rëndësishme. Kur këmbëngula se vetëm disa muaj nuk do të bënin dallim për ata që e duan vërtet njëri tjetrin, ajo humbi toruan, Elena bëri një pauzë për të marrë frym. Ajo tha se unë nuk kuptoja asgjë nga jeta e saj, se nuk i dija presionet me të cilat përballej, dhe se po tregohesha egoiste që doja të ndërhyja në lumturinë tuaj. Genci mbajti më shumë shënime ndërsa Arbeni përpunonte ato informacione. Nëna e tij kur nuk i kishte treguar asgjë për këto biseda. Gjatë vizitave të tij, kur Marina ishte e pranishme, gjithçka dukej harmonike dhe respektuese. Bir, doja të flisja me ty më parë, por kisha frikë se do të dukesha si një vjerë xheloze, e di? Ti dukej kaq i lumtur dhe unë nuk doja të isha nëna që prish lumturinë e të birit, Elena ja shtrëngoi dorën. Por dje, kur ajo mbeti vetëm me mua për më gjatë, vendosa të isha më e drejtë për drejtë. Çfarë i the, nën? I thash se mendoja se po martoheshit shumë shpejt, se ndoshta do të ishte më mirë të prisnit të paktën një vit për të njohur më mirë. I shpjegova se nuk ishte asgjë personale kundër saj, por se unë të kisha arritur vetëm dhe e dija sa e rëndësishme është të jesh i sigurt për zgjedhjet e rëndësishme në jetë. Elena mbylli syt për një moment, sikur po rijetonte skenën. Reagimi i saj ishte i frikshëm, Arben. Fytyra ju bë e kuqe, u ngrit nga karrigia dhe tha se unë kur nuk do të pranoja asnjë grua në jetën e djalit tim, sepse kisha xhelozi të sëmur. Arbeni ndjente zemërim që po rritej brenda gjoksit të tij. Jo vetëm për tentativën e vrasjes që kishte parë, por për mënyrën se si Marina e kishte trajtuar nënën e tij në biseda private. Elena kishte qenë gjithmonë një grua e respektueshme, që kur nuk ndërhynte në marrëdhëniet e të birit, që gjithmonë e kishte mbështetur në zgjedhjet e tij. Pas këtij diskutimi, vura re se ajo e ndryshoi plotësisht sjelljen me mua. U bë e ftohtë, llogaritse. Kur ti vije, ajo bëhej përsëri e përzemërt, por kur mbeteshim vetëm, ishte sikur të kishte hequr një maskë, vazhdoi Elena. Sot, kur ajo erdhi këtu, unë po flija. U zgjova dhe ajo po rëmonte në çantën time, që ishte në komodinën pranë shtratit. Genci ndërhyri për herë të parë. Zonjë, e path se çfarë po kërkonte? Nuk e di me siguri, por u nervozua kur kuptoi se isha zgjuar. Tha se po kërkonte shami letre për mua, por çanta ime nuk kishte shami. Dhe ajo nuk mori asgjë nga dollapi i banjës, ku ndodhen shamit që lën infermieret. Elena shikoi drejt e te i biri. Ishte pas kësaj që ajo filloi të fliste përsëri për dasmën. Tha se ju kishit shumë plane, se nuk mund t'i shtynit, se jeta e saj vari nga kjo bashkim. Fjalët e nënës bënin njehon në mendjen e Arbenit si pjesë të një enigme që më në fund filluan të bashkoheshin. Marina nuk ishte e dashuruar me të. Marina kishte nevojë për atë martesë për ndonjë arsye që nuk ishte dashuri. Genci mbylli bllokun dhe ju drejtua Arbenit. Zotëri, më duhet të filloj hetimet sonte. Do të verifikoj kompaninë e saj, adresat që ajo ka dhënë, historikun financiar nëse arrit të kem akses. Gjithashtu do të përpiqem të zbuloj ku ishte ajo në orët para se të ndodhte kjo sot. Pasi Genci u largua nga spitali, Arbeni mbeti vetëm me nënën e tij. Heshtja e dhomës thyej vetëm nga zhurma e aparateve mjekësore dhe murmurima e largët e lëvizjes së natës në spital. Elena kishte rënë përsëri në gjumë, por gjumi i saj ishte i trazuar. Arbeni u mbështet në koltukun pranë shtratit dhe, për herë të parë pas shumë orësh, lejoi që emocionet e tij të dilnin në sipërfaqe. I kujtoi kur ishte 8 vjeç dhe u sëmur me shyta.
Elena mungoi në punë për 3 ditë rresht për të kujdesur për të, edhe pse e dinte se do të humbiste pagën e atyre ditëve. Ajo i bëri kompresa të ftohta për t'i ulur temperaturën, përgatiti supa speciale, i lexoi përralla për të fjetur. Kur Arbeni e pyeti nëse nuk ishte e shqetësuar që po mungonte në punë, Elena u përgjigj diçka që ai kur nuk e harroi: "Bir, punë tjetër gjen. Nën, ke vetëm një." Tani, në moshën 45 vjeçare, Arbeni e kuptonte peshën e atyre fjalëve. Sa herë Elena i kishte vënë nevojat e tij mbi të sajat, sa mundësi kishte sakrifikuar për të siguruar që ai të kishte një arsim të mirë, rroba të denja, ushqim të duhur. Kur Arbeni hyri në universitet për të studiuar administrim, Elena mori një kredi që ju deshën 5 vjet për ta shlyer, vetëm për të paguar librat dhe materialet që i duheshin. Dhe ishte pikërisht nga mirënjohja për këto sakrifica që Arbeni ndërtoi perandorinë e tij financiare. Çdo kontratë e mbyllur, çdo biznes i suksesshëm, çdo zgjerim i kompanisë ishte një mënyrë për t'i kthyer gjithçka që nëna e tij kishte bërë për të. Kur bleu apartamentin luksos pranë liçenit artificial për Elenën, ajo qau nga emocionet. Kur punësoi një pastruese për t'u kujdesur për shtëpinë dhe një trajner personal për t'u kujdesur për shëndetin e saj, Elena tha se ndihej si në një jetë ëndrash. Por Arbeni e dinte se, pavarësisht gjithë rehatisë materiale që mund t'i ofronte nënës së tij, kishte diçka që ai nuk mund t'ia jepte, praninë e tij të vazhdueshme. Biznesi kërkonte udhëtime, takime që zgjateshin deri vonë, vendime që duheshin marrë shpejt. Arbeni e vizitonte Elenën rregullisht të dielave, i telefononte çdo ditë, por ndjente se ende i detyrohej asaj më shumë kohë, më shumë vëmendje, më shumë shoqëri. Ishte duke menduar për këtë boshllëk emocional që Arbeni u entuziazmua me idenë e martesës. Marina dukej se ishte gruaja që jo vetëm mund të bëhej pjesë e jetës së tij, por edhe t'i ofronte Elenës nusën e dashur që ajo meritonte. Gjatë fejesës, Arbeni imagjinonte sa mirë do të ishte të shihte nënën e tij duke pasur një shoqëri femërore të vazhdueshme, dikë që mund ta vizitonte gjatë javës, të bënin pazar së bashku, të bisedonin për çështje që ai, si burr, nuk arrinte t'i kuptonte plotësisht. Ironia e hidhur e situatës e goditi Arbenin si një grusht në stomak. Gruaja që ai imagjinonte se do të kujdesej për nënën e tij kishte tentuar ta vriste. Personi që duhej të plotësonte familjen kishte tentuar ta shkatëronte atë. Martesa që duhej të ishte realizimi i një ëndre pothuajse u shndërrua në makthin më të keq të jetës së tij. Celulari i Arbenit ra, duke e nxjerrë nga këto mendime të errëta. Ishte Genci, duke telefonuar nga makina. "Zoti Arben, kam një informacion fillestar që duhet ta dini." Shkova në adresën tregtare që shkruhet në kartvizitën e Marinës. Ndërtesa ekziston, por zyra që ajo tregoi është bosh prej 4 muajsh. Portieri më tha se kur nuk ka pasur ndonjë kompani konsulence për qëndrueshmërinë në atë kat, zëri i Gencit tingëllonte serioz në telefon. Arbeni ndjeu një të ftohtë në stomak. "Si kështu, bosh?" Kontrata e qiras u prish për mungesë pagese në nëntor të vitit të kaluar. Fola me pronarin, i cili tha se qiramarrësja u zhduk pa paguar 3 muajt e fundit të qiras dhe la borxhe me administratorin. Genci bëri një pauzë. "Zotëri, duket se kompania e SFJ-uar suaj nuk ekziston më prej muajsh." Arbeni shikoi nënën e tij duke fjetur në shtratin e spitalit dhe ndiu një përzierje zemërimi dhe mirënjohjeje. Zemërim që ishte mashtruar në mënyrë kaq të sofistikuar. Mirënjohje që kishte arritur në kohë për të shpëtuar jetën e personit më të rëndësishëm të ekzistencës së tij. "Vazhdo hetimet, Genc. Dua të di gjithçka për këtë grua. Kush është ajo në të vërtetë, çfarë donte, si arriti të merrte informacione për mua", tha Arbeni, zëri i tij i ngarkuar me vendosmëri. "Dhe dua ta di sonte." Pasi mbylli telefonin, Arbeni ju afrua përsëri shtratit ku pushonte nëna e tij. Elena hapi sytë sikur e ndjeu praninë e tij. "Bir, je mirë?" pyeti ajo, zëri i saj amsor tingëllonte edhe mes brishësisë së situatës. Arbeni i mbajti dorën me dashuri dhe u përgjigj diçka që i doli direkt nga zemra. "Tani jam, nën. Tani jam." Dielli lindi i zbet mbi Tiranë, duke lajmëruar një të shtunë që do të ishte ndryshe nga të gjitha të tjerat në jetën e Arbenit. Ai e kishte kaluar gjithë natën në spital, duke dremitur her pas here në koltukun pranë shtratit të nënës së tij. Elena kishte pasur një natë më të qetë, me më pak tronditje, dhe mjekët konfirmuan se shërimi i saj fizik po përparonte mirë.
Emocionalisht, megjithatë, si nëna ashtu edhe i biri ende po përpunonin për masat e asaj që kishte ndodhur. Në orën 7 të mëngjesit, Genc Leka arriti në spital duke mbajtur një dosje plot me dokumente dhe një laptop. Shpreja e tij serioze tregonte se nata e hetimeve kishte qenë produktive, por zbulimet ndoshta nuk do të ishin të këndshme për Arbenin. Ata u takuan në kafenen e spitalit në një cep të rezervuar ku mund të bisedonin pa ndërprerje. Zoti Arben, duhet të përgatiteni për atë që do t'ju tregoj. Situata është shumë më e rëndë se sa imagjinonim. Genci hapi dosjen dhe filloi të organizonte letrat mbi tavolinë. Marina Gashi nuk është ajo që tha se ishte. Në fakt, pothuajse asgjë nga ato që ajo tregoi për veten nuk është e vërtetë. Arbeni piu një glënjë nga kafja e fortë dhe u përgatit mendërisht për të dëgjuar zbulime që ndoshta do të ndryshonin perceptimin e tij për 6 muajt e fundit të jetës së tij. Së pari, çështja profesionale. Kompania Gashi Konsulencë për qëndrueshmërinë ka ekzistuar, por ka mbyllur aktivitetin zyrtarisht 8 muaj më parë, jo 4 siç thash dje. Genci tregoi dokumente nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Ajo ka grumbulluar borxhe prej më shumë se 200.000 eurosh me furnitor, punonjës dhe taksa. Emri i saj është përfshirë në listat e borxhlinjve. Arbeni u përkul mbi letra, duke parë për herë të parë realitetin financiar të ish të fejuarës së tij. Dokumentet tregonin një kompani që kishte filluar mirë, me kontrata të vogla por të rregullta, dhe pastaj kishte hyrë në një rënje të përshpejtuar. Muajt e fundit të funksionimit ishin shënuar nga çeqje pa mbulim, paga të vonuara dhe kontrata të anuluara. Por çështja profesionale është vetëm maja e icebergut, vazhdoi Genci, duke hapur laptopin. Arrita të kem akses në historikun e saj të qirave. Marina është dëbuar nga apartamenti ku jetonte në komunën e Parisit 3 muaj më parë për mungesë pagese. Që atëherë nuk kam arritur të lokalizoj një adresë banimi fikse. Arbeni ndjeu një nyj në stomak. Gjatë gjithë lidhjes, Marina gjithmonë thoshte se po rinovonte apartamentin e saj dhe prandaj preferonte të qëndronte në të tijin. Ajo vinte me rroba dhe sende personale në valixhe, duke shpjeguar se ishte më praktike të mos kthehej në shtëpi çdo ditë gjatë rinovimit. Ku po jetonte atëherë? Pyeti Arbeni. Sipas regjistrimeve që arrita të mbledh, ajo ka kaluar disa periudha në hotele të lira në zonën qendrore, ndoshta të paguara me kartë krediti. Por në 2 muajt e fundit nuk ka asnjë regjistrim akomodimi askund. Genci tregoi pasqyra bankare që kishte arritur të merrte përmes kontakteve në fushën financiare. Zoti Arben, më falni për sinqeritetin, por ishe fejuara juaj ishte praktikisht në situatë rruge kur ju njohu. Ndikimi i këtij informacioni ishte shkatërues për Arbenin. Për 6 muaj, ai besonte se ishte në lidhje me një grua të pavarur dhe financiarisht të qëndrueshme. Marina gjithmonë refuzonte kur ai ofroi të paguante faturat e saj, thoshte se preferonte të ruante pavarësinë deri në martesë, këmbëngulte të ndante shpenzimet në restorante dhe udhëtime. Por ajo i paguante faturat kur dilnin bashk. E shija duke përdorur kartën e kreditit, duke paguar taksit, duke bler dhurata për nënën time. Arbeni përpiqej të pajtonte kujtimet e tij me informacionet që po merrte. Këtu situata bëhet më komplekse dhe e frikshme. Genci hapi një seksion tjetër të dokumenteve. Marina ka aplikuar për 4 karta krediti të ndryshme në 8 muajt e fundit, të gjitha me limit të lartë, të bazuara në informacione të rreme për të ardhurat. Ajo ka deklaruar të ardhura mujore prej 2.000 eurosh kur në të vërtetë nuk kishte asnjë të ardhur prej muajsh. Arbeni filloi të kuptonte për masat e mashtrimit që kishte pësuar. Marina jo vetëm që kishte gënjur për situatën e saj financiare, por kishte krijuar një situatë të paqëndrueshme që kishte shpërthyer pak kohë më parë. Limitet e kartave janë të gjitha të tejkaluara. Ajo ka borxh më shumë se 10.000 euro vetëm në karta krediti, përveç borxheve të tjera. Genci tregoi pasqyra që zbulonin blerje të vazhdueshme, pagesa minimale dhe interesa të grumbulluara. Dhe ka edhe diçka tjetër, zoti Arben. Arrita të mbledh historikun e marrëdhënieve të saj. Arbeni u përgatit për më shumë zbulime të pakëndshme. Marina ka pasur 3 marrëdhënie serioze në 5 vitet e fundit. Të gjitha me burra me të ardhurat të larta, biznesmen ose profesionistë të suksesshëm. Të gjitha marrëdhëniet kanë zgjatur midis 4 dhe 8 muajsh.
Të gjitha kanë përfunduar në mënyrë të papritur kur situata e tyre financiare u komprometua në një farë mënyre. Genci hapi foto që kishte arritur t'i merrte përmes hetimeve në rrjetet sociale dhe gazetat mondane. I pari ishte Mark Hoxha, pronar i një rrjeti palestrave. Marrëdhënia përfundoi kur ai zbuloi se ishin kërkuar karta krediti në emër të tij pa dijenin e tij. Arbeni shikoi fotot e Marinës me burra të tjerë në evente sociale, duke veshur rroba të shtrenjta, duke buzëqeshur në të njëjtën mënyrë siç i buzëqeshte atij. Ngjashmëria e modeleve ishte e frikshme. I dyti ishte Ferdinand Dervishi, mjek kirurg plastik. Marrëdhënia zgjati 6 muaj dhe përfundoi kur familja e tij zbuloi se Marina kishte tentuar ta binte Ferdinandin të ndryshonte testamentin për ta përfshirë atë si përfituese. Genci vazhdoi të tregonte prova. Dhe i treti ishte Robert Basha, biznesmen në fushën e importit. Kjo marrëdhënie pothuajse arriti në martesë, por familja e tij punsoi një hetues privat që zbuloi historikun e saj. Arbeni ndjente një të përzier që po i rritej në stomak. Ai nuk ishte viktima e parë e Marinës. Ai ishte vetëm një tjetër etapë në një sekuencë mashtrimesh të sofistikuara kundër burrave që ajo i identifikonte si objektiva të përshtatshëm. Si arriti ajo të merrte informacione kaq të detajuara për mua? Për kompaninë time, zakonet e mia, nënën time, pyeti Arbeni, duke u përpjekur të kuptonte metodologjinë e mashtrimit. Genci hapi një dosje specifike me printime të ekraneve të kompjuterit. Kjo ishte pjesa më shqetësuese e hetimit. Marina ka bërë një kërkim të hollësishëm për ju për muaj të tërë para kontaktit të parë. Ajo ka studiuar intervistat tuaja në gazetat e biznesit, ka marrë pjesë në evente ku e dinte se do të ishit i pranishëm, ka mbledhur informacione për rutinën tuaj përmes punonjësve të restoranteve që ju frekuentoni. Arbeni pa imazhe të ekraneve të kërkimit në Google me emrin e tij, fragmente artikujsh gazete për kompaninë e tij, madje edhe foto të tij në evente sociale që ishin ruajtur në dosje të organizuara në kompjuterin e saj. Ajo e dinte se ju e kishit humbur baban herët, se ishit rritur nga nëna juaj, se kishit një rutinë pune intensive. E dinte se frekuentonit evente bamirësie dhe kishit interes për projektet sociale. Genci tregonte shënime të shkruara me dorë që përmbanin informacione personale të Arbenit. Takimi juaj në eventin e fondacionit Shpresë për fëmijët nuk ishte rastësi. Ajo u regjistrua si vullnetare specifikisht sepse e dinte se ju do të ishit folës atë ditë. Zbulimi e goditi Arbenin si një grusht në gjoks. Momenti që ai e konsideronte magjik, fillimi i një dashurie të vërtet, kishte qenë një kurth i planifikuar me kujdes. Marina kishte studiuar dobësitë e tij emocionale dhe kishte krijuar një personazh që do të ishte i parezistueshëm për të. Ajo zhvilloi interes për kauzat sociale sepse e dinte se kjo do t'ju tërhiqte. Krijoi histori për familjen e vdekur për të zgjuar dëmshurinë tuaj. Demonstroi pavarësi financiare sepse e dinte se ju nuk donit një grua materialiste. Genci bëri një pauzë. Dhe ajo ju zgjodhi ju specifikisht sepse hulumtoi për marrëdhënien tuaj të ngushtë me nënën tuaj. E dinte se një burr që mbante nënën afër do të ishte më i prirur për marrëdhënie serioze dhe martesë të shpejtë. Arbenit i kujtoi se si Marina ishte interesuar për historinë e tij dhe të nënës së tij që në takimin e parë. Si kishte bërë pyetje të dashura për Elenën, si kishte këmbëngulur ta njihte shpejt, si ishte treguar e emocionuar me rrëfimet për fëmijërinë e vështirë që ata kishin kaluar së bashku. Zoti Arben, duhet t'ju tregoj edhe diçka. Genci hapi laptopin në një dosje specifike. Gjeta në kompjuterin e saj një skedar që ajo e quante projekti AK. AK për Arben Kola, supozoj. Ishte një planifikim i detajuar se si të fitonte besimin tuaj, me një afat kohor të etapave dhe objektiva specifike. Arbeni pa në ekran një tabel të organizuar në mënyrë të frikshme. Kishte data, strategji, piketa që duheshin arritur. Muaji i parë, fito besimin dhe zgjoj interesin romantik. Muaji i dytë, njeh familjen dhe trego përputhshmëri. Muaji i tretë, thello lidhjen emocionale dhe prezanto idenë e së ardhmes së bashku. Muaji i katërt, propozimi për fejes. Muaji i pestë dhe i gjashtë, përgatitjet e dasmës dhe integrimi i plot në rutinën e tij. Çdo etapë e marrëdhënies që Arbeni e kishte jetuar në mënyrë spontane dhe emocionale ishte aty, e planifikuar si një fushat marketingu. Marina e kishte shndërruar dashurinë në strategji, intimitetin në manipulim, të ardhmen që ata do të ndërtonin së bashku në një operacion përfitimi financiar.
Dhe këtu është objektivi përfundimtar, Genci tregoi një seksion specifik të tabelës. Martesë në gjendjen civile pa ndarje pasurie. Akses në llogaritë e tij bankare si bashkëshorte. Stabilitet financiar I përhershëm përmes pensionit në rast ndarjeje. Arbeni u ngrit nga karrigia dhe eci deri te dritarja e kafenes. Poshtë, Tirana funksiononte normalisht. Makinat kalonin, njerëzit ecnin me nxitim, jeta vazhdonte rrjedhën e saj normale. Por për të, gjithçka kishte ndryshuar. 6 muajt e fundit të jetës së tij kishin qenë një gënjeshtër e plotë. Ka edhe diçka tjetër, zotëri, tha Genci me kujdes. Arrita të kem akses në historikun e bisedave të celularit të saj përmes një kontakti që kam në fushën e telefonisë. Marina kishte biseduar për javësh me një avokat të specializuar në të drejtën familjare, duke bërë pyetje specifike për divorcin, ndarjen e pasurisë dhe pensionin ushqimor. Arbeni u kthye te tavolina dhe u ul rënd. Gruaja që ai e donte, që I kishte propozuar për martesë, që po planifikonte një jetë së bashku, kishte planifikuar gjithashtu fundin e kësaj martese para se ajo të fillonte. Ajo planifikonte të martohej me mua dhe pastaj të ndahej, pyeti Arbeni, ende duke u përpjekur të përpunonte kompleksitetin e mashtrimit. Duket se po. Avokati e ka këshilluar se si të garantonte një ndarje më të madhe të pasurisë në rast ndarjeje. Ata diskutuan strategji për të provuar varësinë financiare dhe madje edhe mundësinë e pretendimit të braktisjes afektive për të rritur vlerën e dëmshpërblimit. Genci mbylli laptopin. Zoti Arben, ishe fejuara juaj nuk po planifikonte një martesë. Ajo po planifikonte një investim me kthim të garantuar. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Arbeni duhej të përpunonte jo vetëm tentativën e vrasjes së nënës së tij, por të gjithë dimensionin e manipulimit që kishte pësuar. Aftësia e tij për të besuar, për të dashuruar, për të ndërtuar marrëdhënie ishte testuar dhe dhunuar në mënyrën më mizore të mundshme. Ka një informacion të fundit që duhet ta ndaj me ju, tha Genci, zëri I tij edhe më serioz. Diskutimi midis Marinës dhe nënës suaj për shtyrjen e dasmës nuk ishte vetëm një divergjencë mendimesh. Për Marinën, ajo shtyrje përfaqësonte shembjen e plotë të gjithë planit që ajo kishte ndërtuar. Arbeni shikoi Gencin duke pritur më shumë shpjegime. Ajo po kërcënohet nga kreditorët për javësh. Ka fajdegjin që I kërkojnë borxhe që ajo I ka marrë për të ruajtur aparencat gjatë marrëdhënies me ju. Martesa ishte e vetmja mënyrë që ajo shihte për të zgjidhur të gjitha problemet financiare një herë e mirë. Kur nëna juaj sugjeroi shtyrjen, Marina e interpretoi atë si kërcënim të drejtpërdrejtë për mbijetesën e saj. Genci bëri një pauzë domethënëse. Zotëri, besoj se nëna juaj nuk u sulmua nga xhelozia apo çmenduria. Ajo u sulmua sepse përfaqësonte pengesën e fundit midis Marinës dhe zgjidhjes së të gjitha problemeve të saj financiare. Arbeni ndjeu një të dridhur që I përshkoi shtyllën kurrizore. Elena pothuajse kishte humbur jetën sepse një grua e dëshpëruar pa tek ajo pengesën e vetme për një farsë që zgjaste prej muajsh. Genc, dua që t'ia dorëzosh të gjitha këto informacione policisë. Dua që Marina të përgjigjet penalisht jo vetëm për tentativën e vrasjes, por për të gjitha mashtrimet, falsifikimet dhe fraudat që ka kryer, tha Arbeni, zëri I tij I ngarkuar me vendosmëri. Dhe dua të di nëse ka viktima të tjera që ende nuk e kanë zbuluar se çfarë u ka ndodhur. Genci konfirmoi se do të kontaktonte me komisariatin ende atë ditë. Arbeni u drejtua përsëri në dhomën ku nëna e tij po shërohej, duke mbajtur peshën e dijenisë se intuita e saj amësore kishte qenë saktë që në momentin e parë. Elena ishte përpjekur ta paralajmëronte për Marinën, por ai ishte tepër I verbuar nga ajo që mendonte se ishte dashuri për të parë të vërtetën. Kur hyri në dhomë, gjeti nënën e tij zgjuar duke biseduar me zë të ulët me infermieren për ilaçet e mëngjesit. Elena shikoi të birin dhe menjëherë kuptoi se diçka kishte ndryshuar në shprehjen e tij. Bir, nga fytyra jote, imagjinoj se lajmet që ke marrë nuk kanë qenë të mira, tha ajo, duke zgjatur dorën që ai të afrohej. Arbeni u ul pranë shtratit dhe I mbajti dorën e nënës me dashuri. Për herë të parë pas shumë orësh, ai I lejoi vetes të ndjente mirënjohje të pastër. Mirënjohje që kishte arritur në kohë në spital. Mirënjohje që kishte një nën që e donte pa kushte. Mirënjohje që zbuloi të vërtetën para se të ishte tepër vonë. Nën, ti kishe të drejtë për Marinën që në fillim. Gjithçka që ajo na tregoi ishte gënjeshtër, tha Arbeni, zëri I tij I dridhej nga emocionet.
Nëse ti nuk do ta kishe vënë në dyshim martesën, nëse unë nuk do të kisha arritur në kohë dje, unë mund të kisha humbur personin më të rëndësishëm të jetës sime. Elena ja shtrëngoi dorën të birit dhe u përgjigj me mençurinë e dikujt që kishte jetuar mjaftueshëm për të kuptuar se disa dhimbje janë të nevojshme për të shmangur tragjedi më të mëdha. Bir, ndonjëherë jeta na mbron në mënyra që i kuptojmë vetëm më vonë. E rëndësishme është se jemi këtu bashkë dhe se ti e zbulove në kohë se kush ishte vërtet kjo grua. Arbeni qëndroi pranë nënës së tij për disa minuta të tjera, duke përpunuar gjithçka që kishte zbuluar në orët e fundit. Për herë të parë në 6 muaj, ai nuk ndjente nxitim për të shkuar askund. Nuk kishte takime biznesi më të rëndësishme se ai moment, asnjë vendim financiar më vendimtar se sa të sigurohej që nëna e tij të shërohej plotësisht nga ajo përvojë traumatike. Të hënën pasuese, Arbeni mori një vendim që i befasoi të gjithë në kompaninë e tij. Gjatë një mbledhjeje të jashtëzakonshme me Këshillin Administrativ të Kola Konsulencë, ai njoftoi se do të largohej përkohësisht nga të gjitha aktivitetet ekzekutive për të kujdesur për çështje personale urgjente. Burrat që e njihnin prej dekadash kur nuk e kishin parë Arbenin të vinte ndonjë çështje personale mbi biznesin. Zotërin, gjatë 15 viteve të fundit, ja kam kushtuar jetën time plotësisht kësaj kompanie. Kemi ndërtuar së bashku diçka të qëndrueshme dhe të respektuar në treg, tha Arbeni, duke qëndruar në këmbë në krye të tryezës së mbledhjeve ku kishte komanduar qindra negociata. Tani duhet t'i kushtoj kohë personit që e bëri të mundur gjithë këtë. Nëna ime po kalon një moment delikat shëndetësor dhe prania ime është themelore për shërimin e saj. Robert Deda, ortaku më i vjetër i kompanisë dhe mik personal i Arbenit, u përpoq ta binte të hiqte dorë. Arben, e kuptojmë shqetësimin tënd, por kemi 3 kontrata ndërkombëtare që po mbyllen këtë muaj. Projekti i multinacionales amerikane ka nevojë për miratimin tënd përfundimtar. Nuk mund të jetë vetëm disa ditë largim. Arbeni shikoi të gjithë burrat në atë sallë, ekzekutiv që merrnin frymë me tabela dhe jetonin për rezultate tremujore, dhe kuptoi se si ai vetë kishte qenë i njëjtë me ta deri pak ditë më parë. Tentativa e vrasjes së nënës së tij kishte funksionuar si një alarm shurdhues, duke i treguar se kishte humbur nocionin e asaj që vërtet kishte rëndësi në jetë. Robert, për 20 vjet kam ndërtuar këtë kompani duke menduar se po ndërtoja një të ardhme për familjen time. Por ç'vlerë ka të kesh sukses financiar nëse humbas njerëzit që i japin kuptim këtij suksesi? Arbeni bëri një pauzë, duke parë nga dritarja që jepte pamje mbi lëvizjen e bulevardit dëshmorët e kombit. Ju keni kompetencë të mjaftueshme për të drejtuar kompaninë për disa muaj. Unë kam vetëm një nën dhe pothuajse e humba sepse isha tepër larg. Mbledhja përfundoi me Arbenin që delegoi përgjegjësitë e tij kryesore te Roberti dhe 2 ortak të tjerë. Për herë të parë në dekada, ai doli nga zyra në orën 9 të mëngjesit me destinacion spitalin, pa marrë me vete çantë ekzekutive, laptop apo celularin e punës. Elena po transferohej nga terapia intensive në një dhomë të zakonshme atë mëngjes. Mjekët e konsideronin shërimin e saj fizik të shkëlqyer, por rekomandonin ndjekje psikologjike për të kapërcyer traumën e agresionit. Kur Arbeni arriti në spital, gjeti nënën e tij ulur në koltukun pranë shtratit, veshur me një robë dishan roz që ai ja kishte bler, duke krejur flokët e saj të thinjura me kujdes. Bir, surprizë që je këtu kaq herët. Nuk kishe një takim të rëndësishëm sot në mëngjes? Pyeti Elena, duke buzëqeshur kur pa të birin të hynte në dhomë. Kisha, nën. Dhe ishte takimi më i rëndësishëm që kam pasur në vite, u përgjigj Arbeni, duke i puthur ballin. Vendosa të largohem nga puna për një kohë për të ndjekur shërimin tënd. Elena ndaloi se krejuri flokët dhe shikoi drejt e te i biri. Arben, nuk ke nevojë ta bësh këtë për shkakun tim. Unë jam mirë, mjekët thanë se do të dal pas 2 ditësh. Ti nuk mund të braktisësh angazhimet e tua për llogarinë time. Arbeni u ul në shtrat përballë koltukut ku ishte nëna e tij. Nën, unë nuk po braktis asgjë. Po zgjedh atë që është më e rëndësishme. Për vite me radhë, kam premtuar se kur të kisha sukses të mjaftueshëm, do të kaloja më shumë kohë me ty e po, erdhi koha ta mbaj këtë premtim. Gjatë 2 javëve që pasuan, Arbeni rizbuloi rutina që i kishte harruar plotësisht. Zgjohej në 7 të mëngjesit, jo për të shkuar në palestër dhe pastaj në zyrë, por për të ngrënë mëngjes me qetësi dhe pastaj për të marrë nënën e tij në spital ose, pas daljes nga spitali, në apartamentin e saj luksos pranë liçenit.
Ata ecnin së bashku në mëngjes në parkun e madh, duke u ndalur për të biseduar me të moshuar të tjerë që Elena i kishte njohur gjatë ecjeve të saj të vetmuara të viteve të fundit. Arbeni zbuloi se nëna e tij kishte zhvilluar një rutinë shoqërore që ai nuk e njihte fare. Ajo merrte pjesë në një grup leximi që mblidhej të mërkurave në bibliotekën e lagjes, kishte kurse akuareli të premteve dhe luante letra me një grup shoqesh të shtunave pasdite. Gjatë gjithë këtyre viteve kur Arbeni mendonte se po i ofronte vetëm rehati materiale nënës së tij, ajo kishte ndërtuar një jetë të pasur me marrëdhënie dhe aktivitete. Pse nuk më ke treguar kurrë për këto aktivitete, nën? Pyeti Arbeni një pasdite të enjte, ndërsa e shoqëronte në kursin e akuarelit. Bir, ti gjithmonë vije këtu të dielave me kokën plot me shqetësime të punës. E shija që ishe i lodhur, i stresuar dhe nuk doja të mbingarkoja me detajet e rutinës sime, u përgjigj Elena, duke organizuar penelat në një kuti druri. Përveç kësaj, mendova se do të shqetësoheshe nëse do të dije se dilja vetëm, bëja miqësi me njerëz që ti nuk i njihje. Arbeni kuptoi se sa mbrojtës i tepruar kishte qenë, se si e kishte nënvlerësuar aftësinë e nënës së tij për të kujdesur për jetën e saj. Për vite me radhë, ai ofroi siguri financiare dhe materiale, por gjithashtu krijoi një marrëdhënie ku ai ishte siguruesi dhe ajo ishte e mbrojtura, pa lënë hapësirë që Elena të tregonte pavarësinë dhe personalitetin e saj për te rolit të nënës. Në kursin e akuarelit, Arbeni njohu zonjën Drita, një mësuese në pension 70 vjeçare që ishte bërë shoqe e ngushtë e Elenës. Zonja Drita e priti me dashuri mësore, por edhe me një sinqeritet që e befasoi. Zoti Arben, nëna jote flet shumë për ty, për krenarinë që ndjen për suksesin tënd. Por gjithashtu e di se i mungon vazhdimisht, tha zonja Drita ndërsa përziente bojrat në një palet të vogël. Elena është një grua plot jetë, plot histori interesante, por ndonjëherë trishtohet që nuk ka askënd për të ndarë gjërat e vogla të përditshme. Ato fjalë e prekën Arbenin thellë. Ai kishte siguruar gjithçka që gjykonte të rëndësishme për nënën e tij, shtëpi të rehatshme, plan shëndetësor të jashtëzakonshëm, siguri financiare, pastruese për punët e shtëpisë. Por kishte lënë pas dore atë që ajo kishte më shumë nevojë, shoqëri, bisedë, prani të vazhdueshme të dikujt që interesohej për detajet e thjeshta të jetës së saj. Gjatë procesit të shërimit, Arbeni dhe Elena vendosën rituale të reja. Çdo mëngjes, ata hanin mëngjes së bashku në balkonin e apartamentit të saj, duke vëzhguar lëvizjen e qytetit që zgjohej. Arbeni zbuloi se nëna e tij kishte opinione shumë interesante për politikën, ekonominë dhe madje edhe për bizneset e tij. Për vite me radhë, ai kishte biseduar me të vetëm për tema sipërfaqësore, pa e kuptuar se Elena ndiqte lajmet, lexonte gazeta dhe kishte reflektime të rëndësishme për botën përreth. Bir, mund të bëj një pyetje për kompaninë tënde, tha Elena një mëngjes, ndërsa ata vëzhgonin rrezet e para të diellit që ndriçonin ndërtesat e Tiranës. Sigurisht, nën. Mund të pyesësh çfarëdo. A ke menduar ndonjëherë të krijosh projekte sociale përmes kompanisë? E di që ti dhuron para për disa institucione, por a ke menduar ndonjëherë të përdorësh strukturën e kompanisë për të ndikuar drejt për drejt në komunitetet në nevojë? Arbeni u befasua nga pyetja. Elena po sugjeronte diçka që ai kurrë nuk e kishte konsideruar, të transformonte një pjesë të kompanisë në një mjet të ndikimit social të drejt për drejt, jo vetëm të donacioneve financiare. Shpjegoje më mirë këtë ide, nën. E po, ti ke një kompani konsulence financiare shumë të respektuar. Imagjinoj sa si përmarrës të vegjël, njerëz nga komunitetet e varfra, kooperativa grash do të përfitonin nëse do të kishin akses në orientim financiar profesional, Elena fliste me entuziazëm në rritje. Në vend që të shërbeni vetëm kompanive të mëdha, ju mund t'i kushtonit një pjesë të kohës për të mësuar menaxhim financiar bazë në komunitete, për të ndihmuar bizneset e vogla të organizohen, për të orientuar familjet për planifikimin financiar. Arbeni kuptoi se nëna e tij po propozonte diçka revolucionare për modelin e tij të biznesit. Për vite me radhë, ai ishte fokusuar ekskluzivisht te klientët korporativ me vlerë të lartë, duke maksimizuar fitimet dhe rritjen. Ideja e përdorimit të ekspertizës së tij për ndikim social të drejt për drejt kurrë nuk i kishte shkuar ndërmend. Nën, kjo është një ide e shkëlqyer. Pse nuk ma ke thënë kurrë më parë? Sepse më parë nuk do të ishe i disponueshëm për të dëgjuar, u përgjigj Elena me një buzëqeshje të dashur. Ti ishe aq i fokusuar në rritjen financiare saqë çdo bisedë për punën duhej të ishte për rezultate, kontrata, zgjerim.
Tani e kuptoj se je më i hapur për të menduar për qëllimin e asaj që bën, jo vetëm për kthimin që ajo gjeneron. Gjatë pasditeve, Arbeni shoqëronte nënën e tij në grupin e leximit, ku njohu njerëz të tjerë të moshës së saj që kishin ndërtuar jetë të pasura dhe interesante pas daljes në pension. Zonja Tefta kishte qenë robaqepse gjithë jetën dhe tani shkruante kronika për fëmijërinë e saj në fshat. Zoti Pjetër kishte punuar si mekanik dhe tani jepte mësime zdrugtarie për të rinjt në nevojë në fundjavë. Zonja Roza kishte rritur 5 fëmijë vetëm dhe tani koordinonte një projekt për alfabetizimin e të rriturve. Arbeni kuptoi se kishte jetuar në një fluskë sociale, duke u shoqëruar vetëm me biznesmen, ekzekutiv dhe njerëz me të ardhurat të larta. Nëna e tij, nga ana tjetër, kishte mbajtur lidhje me njerëz të klasave të ndryshme shoqërore, histori të ndryshme, perspektiva të ndryshme të jetës. Birë, këta njerëz më kanë mësuar shumë për qëndrueshmërinë, për gjetjen e një qëllimi edhe kur përballesh me vështirësi, komentoi Elena pas një pasditeje veçanërisht frymëzuese në grupin e leximit. Kur mendoj për jetën që ti më ke ofruar me kaq shumë rehati, ndonjëherë ndjej se kam shpërdoruar mundësi për ta përdorur këtë rehati për të ndihmuar njerëzit që kalojnë vështirësitë që ne kemi kaluar në të kaluarën. Arbeni filloi të kuptonte se largimi nga biznesi nuk po i lejonte vetëm të kujdesej për shërimin e nënës së tij, po i lejonte atij vetë të shërohej nga vite jete të orientuar ekskluzivisht drejt akumulimit financiar dhe rritjes profesionale. Gjatë një bisede me psikologun që po ndiqte Elenën, Arbeni u ftua të merrte pjesë në disa seanca. Dr. Ilir Hoxha shpjegoi se shërimi emocional i viktimave të agresionit shpesh përfshin të gjithë familjen, veçanërisht kur ka lidhje kaq të ngushta sa ajo që ekzistonte midis nënës dhe birit. Arben, nëna jote po përballet jo vetëm me traumën e agresionit, por edhe me ndjenja faji që nuk arriti t'ju paralajmëronte për Marinën me më shumë efektivitet, shpjegoi Dr. Iliri gjatë një seance të përbashkët. Ajo ndjen se mund të kishte shmangur që ju të kalonit këtë zhgënjim nëse do të kishte qenë më e prerë në kundërshtimet e saj ndaj marrëdhënies. Arbeni shikoi nënën e tij, e cila ishte ulur në një koltuk të rehatshëm në zyrë, duke shmangur ta shikonte drejt për drejt. Nën, ti nuk ke asnjë faj për atë që ndodhi. Marina më mashtroi plotësisht. Nëse dikush ka faj, jam unë, që nuk u vura veshin shenjave që ti u përpoqe të mi tregoje. Bir, e dija se diçka nuk ishte në rregull, por kisha frikë se do të dukesha si një nën posesive, xheloze. Kisha frikë se ti do të zgjidhje të qëndroje me të dhe të largoheshe nga unë, rrëfeu Elena, zëri i saj i dridhej nga emocionet. Preferova të heshtja se sa të rrezikoja të humbisja. Dr. Iliri ndërhyri. Ky është një model shumë i zakonshëm në familje. Frika për të ndërhyrë në marrëdhëniet e fëmijëve të rritur shpesh i pengon prindërit të shprehin shqetësime legjitime. Elena, ju u përpoqët ta paralajmëronit Arbenin brenda kufizimeve që i vut vetes për të ruajtur marrëdhënien me të. Gjatë asaj seance, Arbeni dhe nëna e tij biseduan hapur për frikërat, pritshmëritë dhe dinamikën e varësisë që ishte vendosur mes tyre gjatë viteve. Arbeni kuptoi se, në përpjekje për t'i kthyer sakrificat që nëna e tij kishte bërë gjatë fëmijërisë së tij, ai kishte krijuar një situatë ku ajo ndihej e detyruar të pranonte pasivisht gjithçka që ai vendoste për jetën e saj. Nën, dua që ta dish se mund të mos jesh dakord me mua, mund të më japësh këshilla, mund t'i vësh në dyshim vendimet e mia, opinioni yt jo vetëm që është i mirëpritur, por është thelbësor për mua, tha Arbeni, duke i mbajtur duart gjatë seancës. Nuk dua më që të ndihesh e detyruar të jesh dakord me mua vetëm sepse unë paguaj faturat e tua. Elena buzëqeshi përmes lotëve. Bir, gjatë gjithë këtyre viteve, u mësova të isha nëna që merr dashuri dhe kujdes, por harrova të isha nëna që jep orientim dhe mbrojtje. Kur pash Marinën duke u përpjekur të më lëndonte, u kujtova se roli im nuk është vetëm të kujdesesh ti për mua. Është edhe të kujdesem unë për ty atë pasdite, duke dal nga zyra e psikologut, Arbeni dhe Elena ecën ngadalë nëpër rrugë, pa nxitim për të arritur askund. Dielli i vjeshtës filtrohej përmes pemëve, duke krijuar hije vallëzuese në trotuar. Arbeni kuptoi se nuk i mungonin takimet ekzekutive, negociatat e tensionuara, adrenalina e mbylljes së kontratave milionëshe. Bir, mund të bëj edhe një pyetje, tha Elena, duke u ndalur në një stol në park. Gjithmonë mundesh, nën. A je i lumtur tani? Dua të them, pa bizneset, pa nxitimin, pa Marinën. Apo ndihesh mirë? Arbeni reflektoi për disa çaste para se të përgjigjej. Nën, jam më në paqe se sa jam ndier prej vitesh.
Zbulova se po vrapoja pas gjërave që mendoja se do të më bënin të lumtur, por në të vërtet më largonin nga ajo që vërtet më bën mirë. Dhe çfarë të bën mirë vërtet, bir? Arbeni shikoi nënën e tij, sytë që e kishin shoqëruar gjatë gjithë udhëtimit të tij, dhe u përgjigj me bindje të plotë, të jem i pranishëm në jetën e njerëzve që dua. Të kem kohë për biseda të vërteta. Të mund të ndihmoj njerëz të tjerë jo vetëm me para, por me prani dhe vëmendje. Elena buzëqeshi dhe ja shtrëngoi dorën të birit. Për herë të parë që nga agresioni në spital, ajo ndihej plotësisht e sigurt. Jo vetëm fizikisht e mbrojtur, por emocionalisht e mirëpritur në një marrëdhënie që më në fund kishte gjetur ekuilibrin e saj të vërtetë. 2 muaj pas agresionit në spital, Arbeni mori telefonatën që priste nga avokati penalist që kishte punësuar për të ndjekur çështjen. Marina Gashi kishte pranuar një marrëveshje me prokurorin, duke rrëfyer jo vetëm tentativën e agresionit kundër Elenës, por edhe një historik mashtrimesh financiare kundër burrave të tjerë gjatë 5 viteve të fundit. Zoti Arben, ajo do të kryej 7 vjet burg për tentativë lëndimi trupor me rrethanë rënduese të motivit të dobët, përveç përgjigjes për mashtrim të kualifikuar për rastet e tjera që dolën në dritë, informoi avokati Marcelo Tavares gjatë një takimi në zyrën e tij pranë sheshit Skënderbej. Gjykata konsideroi se kishte paramendim dhe se krimi u krye kundër një personi të moshuar në situatë vulnerabël. Arbeni i dëgjoi informacionet me ndjenja kontradiktore. Nga njëra anë, ishte ndjenja se drejtësia po vijej në vend. Marina do të përgjigjej për krimet që kreu dhe viktimat të tjera të mundshme do të mbroheshin. Nga ana tjetër, Arbeni nuk ndjente zemërim apo etje për hakmarrje. Ajo që dominonte ishte një trishtim i thellë për tragjedinë njerëzore që përfaqësonte ajo situatë. Zoti Marcelo, a tregoi ajo pendes gjatë seancave? Pyeti Arbeni. Sinqerisht, duket se pendesa e saj lidhet më shumë me pasojat se sa me seriozitetin e veprimeve. Gjatë dëshmive, ajo u përpoq ta minimizonte agresionin kundër nënës suaj, duke thënë se ishte një moment dëshpërimi, por vazhdoi të justifikonte mashtrimet e tjera si nevoja urgjente financiare. Avokati shfletoi letrat e procesit. Ajo që i impresionoi më shumë gjyqtarët ishte ftohtësia me të cilën ajo planifikonte marrëdhëniet. Ajo madje kishte një fletore me shënime për preferencat e çdo burri që njihte. Arbenit i kujtoi projekti AK që Genci kishte zbuluar në kompjuterin e saj. Transformimi i dashurisë në strategji tregtare, i intimitetit në manipulim të llogaritur. Ishte një formë dehumanizimi që shkonte përtej lakmisë së thjesht financiare. Kur doli nga zyra e avokatit, Arbeni nuk shkoi në shtëpi as në spital për të vizituar nënën e tij, siç ishte bërë rutinë. Në vend të kësaj, ngau makinën deri te katedralja e Shëmpalit në qendër të Tiranës. Nuk ishte një njeri veçanërisht fetar, por ndjente nevojën për reflektim në një mjedis që ftonte në heshtje të brendshme. Ulur në një nga stolat e drunjë të kishës kryesore, Arbeni vëzhgonte vitrazhet me ngjyra që filtronin dritën e artë të fundit të pasdites. Lëvizja e vazhdueshme e njerëzve që ndiznin qirin, bënin lutje të heshtura, kërkonin një lloj ngushëllimi apo orientimi, e qetësoi. Aty, mes qindra historive njerëzore anonime, ai mund të përpunonte historinë e tij pa gjykime apo pritshmëri. Ishte atëherë kur ju afrua prifti Anton Marku. Një burr rreth 60 vjeç, me flokë të thinjura dhe shprehje të qetë, prifti Antoni kishte vënë re se Arbeni nuk ishte një frekuentues i rregullt i kishës, por se qartësisht po kërkonte një lloj orientimi. Mirdita, biri im. Pash se je këtu prej disa kohësh. Dëshiron të bisedosh? Arbeni shpjegoi shkurtimisht situatën që kishte jetuar javët e fundit. Zbulimin e tradhtisë, tentativën e vrasjes së nënës së tij, procesin gjyqësor, vështirësinë për të besuar përsëri te njerëzit dhe te ndjenjat e tij. Prift nuk arrit ta kuptoj se si një person mund të planifikojë me kaq ftohtësi të lëndojë njerëz të tjerë. Dhe ajo që më frikson më shumë është se nuk ndjej zemërim ndaj saj. Ndjej një trishtim të thellë, sikur ajo të ishte gjithashtu viktime e diçkaje që nuk arrit ta identifikoj, rrëfeu Arbeni. Prifti Anton dëgjoi me vëmendje para se të përgjigjej. Arben, ti po kalon diçka që shumë njerëz e përjetojnë kur zbulojnë se janë tradhtuar në mënyrë kaq të thellë. Mungesa e zemërimit nuk do të thotë dobësi apo naivitet. Mund të thotë mençuri. Si kështu, prift? Zemërimi është një emocion i natyrshëm kur lëndohemi, por ai gjithashtu mund të na verbojë ndaj mësimeve të rëndësishme që dhimbja mund të na mësojë. Ti the se ndjen trishtim për këtë grua.
Kjo tregon se ti arrin të shohësh tek ajo jo vetëm agresoren, por edhe një person që ka humbur rrugën, që ka bërë zgjedhje të tmerrshme që kanë shkatëruar jo vetëm jetën e të tjerëve, por edhe jetën e saj. Arbeni reflektoi mbi këto fjalë. Vërtet, duke imagjinuar Marinën duke kryer 7 vjet burg, ai nuk ndjente kënaqësi. Ndjente keqardhje për një grua që kishte shkatëruar sistematikisht marrëdhënie, kishte gënjur në mënyrë kompulsive, kishte arritur deri në pikën e tentativës së vrasjes së një të moshuare të pambrojtur nga dëshpërimi financiar. Prift, nëna ime më tha diçka interesante javën e kaluar. Ajo tha se falja nuk është të lejosh dikë të kthehet në jetën tënde, por të çlirosh zemrën tënde nga dhimbja që ai person ka shkaktuar. A ka kuptim kjo për ju? Ka shumë kuptim. Falja e vërtet është një akt çlirimi personal, jo një ftesë që situata të përsëritet. Nëna jote ka treguar një mençuri të thellë, prifti Anton bëri një pauzë. Mund të bëj një pyetje? A beson se Zoti kishte ndonjë rol në faktin që ti arrite në spital në orën e saktë kur nëna jote kishte nevojë? Arbeni e kishte menduar këtë çështje disa herë javët e fundit. Atë ditë, ai nuk kishte asnjë arsye logjike për të dalë nga zyra më herët. Kishte takime të planifikuara deri në fund të pasdites. Vendimi për të bler lule dhe për të vizituar nënën e tij kishte qenë impulsiv, instinktiv, pothuajse i pashpjegueshëm. Sinqerisht, prift, nuk e di. Por e di se diçka më shtyu të dilja nga zyra në atë moment, dhe ajo diçka shpëtoi jetën e personit më të rëndësishëm të ekzistencës sime. Ndonjëherë, Arben, Zoti na lejon të shohim të vërtetën në kohë. Jo për të na lënduar, por për të na shpëtuar. Ti zbulove se kush ishte vërtet kjo grua para se të ishte tepër vonë. Nëna jote u mbroj. Ju të dy patët mundësinë të rivlerësoni atë që vërtet ka rëndësi në jetë. Ndoshta kjo përvojë e tmerrshme ishte gjithashtu një formë mbrojtjeje hyjnore. Ajo bisedë solli një paqe të brendshme që Arbeni nuk e ndjente prej muajsh. Nuk bëhej fjalë për të gjetur shpjegime fetare për gjithçka që kishte ndodhur, por për të pranuar se edhe në situatat më të dhimbshme mund të ketë element mbrojtjeje dhe rritjeje që bëhen të qartë vetëm me kohën. Kur arriti në shtëpi atë natë, Arbeni gjeti një mesazh nga nëna e tij në celular. Bir, po përgatis një darkë speciale për nesër. Kam një surprizë për ty të nesërmen. Arbeni arriti në apartamentin e Elenës dhe gjeti tryezën të shtruar me shumë dashuri. Kishte lule të freskëta, qirim të ndezur, pjata që ai njihte nga fëmijëria. Nëna e tij kishte gatuar lazanja me patlıcan, ushqimi i tij i preferuar që fëmijë, që ajo e përgatiste vetëm në raste shumë të veçanta. Nën, çfarë rasti të veçantë po festojmë? Po festojmë rifillimin e jetës son, bir. Dhe kam diçka të rëndësishme për të treguar. Elena buzëqeshi me një shkëlqim në sy që Arbeni nuk e shihte prej vitesh. Vendosa të pranoj ftesën e zonjës Drita për të koordinuar projektin e alfabetizimit të rriturve në bibliotekën e lagjes. Arbeni buzëqeshi, krenar për vendimin e nënës. Kjo është e mrekullueshme, nën. Ti gjithmonë ke qenë një mësuese e shkëlqyer. Por nuk është vetëm kaq. Fola me zonjën Tefta, zotin Pjetër dhe zonjën Roza për idenë që diskutuam, për të përdorur kompaninë tënde për projekte sociale. Ata do të donin shumë të bisedonin me ty për nevojat reale të komuniteteve në nevojë, në mënyrë që ju të mund të krijoni programe konsulence financiare që vërtet bëjnë ndryshim. Arbeni kuptoi se nëna e tij nuk po shërohej vetëm nga agresioni. Ajo por i shpikte veten, duke marrë një rol më aktiv dhe propozues. Trauma kishte zgjuar tek ajo një urgjencë për të kontribuar në mënyrë më domethënëse në botën përreth. Nën, do të më pëlqente shumë të bisedoja me ta. Në fakt, tashmë kam filluar të diskutoj me Robertin dhe ortakët e tjerë se si të ristrukturojmë një pjesë të kompanisë për të përfshirë përgjegjësinë sociale të drejtë për drejtë. Gjatë darkës, nëna dhe biri biseduan për plane konkrete për të ardhmen. Arbeni kishte vendosur të kthehej gradualisht në punë, por me një qasje krejtësisht të ndryshme. Synonte të zvogëlonte ngarkesën e punës në 3 ditë në javë, duke i kushtuar ditët e tjera projekteve sociale dhe, kryesisht, të ishte i pranishëm në jetën e nënës së tij në mënyrë të qëndrueshme. Bir, mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht, nën. A ke frikë të lidhesh përsëri? Të besosh te një grua tjetër pas asaj që kalove? Arbeni mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Kam frikë, po, nën. Por nuk është një frikë paralizuese. Është një frikë që më bën më të vëmendshëm, më të kujdesshëm.
Mësova se është e rëndësishme ta njohësh vërtet një person para se të përfshihesh emocionalisht. Dhe çfarë do të thotë ta njohësh vërtet një person? Të njohësh familjen e saj, miqtë e saj, të marrësh pjesë në rutinën e saj, të shohësh se si I trajton njerëzit që nuk mund t'i ofrojnë asgjë në këmbim. Marina kur nuk më prezantoi askën nga jeta e saj sepse nuk kishte askën. Ajo kishte ndërtuar një personazh fiktiv specifikisht për të më pushtuar. Elena u pajtua. Në të ardhmen, kur të njohësh dikë të veçantë, unë do të doja të merrja pjesë më shumë në vlerësimin e atij personi. Jo për të ndërhyrë, por për të kontribuar me perspektivën e dikujt që të do dhe dëshiron të mbrojë. Nën, e dua shumë mendimin tënd për çdo person të rëndësishëm që do të shfaqet në jetën time. Intuita jote për Marinën ishte e saktë që në momentin e parë. Unë duhej t'u kisha dhënë më shumë vlerë shenjave të tua. Pas darkës, ata u drejtuan në balkonin e apartamentit. Dielli filloi të perëndonte mbi Tiranë, duke ngjyrosur qiellin me tone të arta dhe portokalli. Qyteti shtrihej deri në horizont, me dritat e tij që fillonin të ndizeshin një nga një. Nga atje lart, lëvizja frenetike e rrugëve dukej e largët dhe e heshtur. Arbeni dhe Elena u ulën krah për krah në koltuqe të rehatshme, duke vëzhguar transformimin e dritës. Nuk kishte nevojë për fjalë. Prania e njëri tjetrit, pas gjithçkaje që kishin kaluar së bashku, ishte e mjaftueshme. Bir, a e di se çfarë më ka lënë më shumë mbresa në gjithë këtë përvojë? Çfarë, nën? Të zbuloj se, edhe në moshën 68 vjeçare, unë ende mund të befasoj ty dhe të befasoj veten. Për dekada, u mësova të isha vetëm nëna që merr kujdes, që pranon dhurata, që ndihet mirënjohëse për gjithçka që ti më ke ofruar. Por përballja me Marinën, edhe pse u agresova prej saj, më kujtoi se unë ende kam forcë për të mbrojtur familjen tonë. Arbeni I mbajti dorën e nënës me dashuri. Nën, ti gjithmonë më ke mbrojtur. Që kur isha fëmijë. Dallimi është se tani unë jam I pranishëm për ta njohur këtë mbrojtje. Po ti, bir? Çfarë të ka lënë më shumë mbresa? Arbeni shikoi qytetin poshtë, dritat që ndizeshin në mira dritare, secila duke përfaqësuar një histori, një familje, një jetë që po jetoi. Zbulova se po kërkoja dashurinë në vendin e gabuar. Po kërkoja një grua që të plotësonte jetën time, kur në të vërtetë dashuria më e vërtetë që kam ka qenë gjithmonë këtu, në këtë balkon, në këto biseda, në këtë shoqëri. Elena buzëqeshi. Kjo nuk do të thotë se ti nuk mund të duash një grua të veçantë në të ardhmen. Do të thotë se tani ti di të dallosh ndryshimin midis një dashurie të vërtetë dhe një iluzioni të ndërtuar mirë. Perëndimi I diellit përfundoi dhe dritat e qytetit dominuan plotësisht panoramën. Tirana shkëlqente në natën që po vinte, e gjallë dhe plot mundësi. Arbeni kuptoi se nuk I mungonte nxitimi, angazhimet që zgjateshin deri vonë, takimet që e pengonin të ishte I pranishëm në momente si ai. Nën, faleminderit. Përse, bir? Që më ke mësuar, edhe pa fjalë, se dashuria e vërtet është prani, qëndrueshmëri, kujdes I sinqert. Marina më ofroi pasion, aventurë, premtimin e një të ardhmeje perfekte. Ti më ofron diçka shumë më të vlefshme, sigurinë e një dashurie pa kushte që nuk ka nevojë për prova apo demonstrime. Elena u ngrit nga koltuku dhe I puthi ballin të birit, siç bënte kur ai ishte fëmijë dhe kishte nevojë për ngushëllim. Bir, pas gjithçkaje që kaluam, jam e sigurt për një gjë, ne jemi një familje që di të mbijetojë çdo stuj. Dhe tani, më në fund, dim gjithashtu të shijojmë momentet e qetësisë. Arbeni qëndroi në balkon për disa minuta të tjera pasi nëna e tij shkoi të flinte. Duke vëzhguar qytetin e ndriçuar, ai reflektoi se si jeta kishte ndryshuar plotësisht në pak muaj. Ajo që po thuajse u bë tragjedia më e madhe e ekzistencës së tij ishte shndërruar në mësimin më të madh për atë që vërtet ka rëndësi. Ai nuk kishte më një të fejuar, nuk kishte më rutinën e biznesit që I konsumonte çdo minutë të ditës, nuk kishte më iluzionin se suksesi financiar ishte I mjaftueshëm për të garantuar lumturinë. Por kishte diçka pafundësisht më të vlefshme, një nënë të shëndetshme dhe të pranishme, një marrëdhënie familjare të bazuar në të vërtetën dhe respektin e ndërsjellë dhe qartësinë se cili lloj dashurie I vlen të kërkohet dhe të ruhet. Dritat e qytetit vezullonin si yje toksor, secila duke treguar një histori të ndryshme. Arbeni kuptoi se historia e tij ishte rishkruar plotësisht javët e fundit. Biznesmeni I fiksuar pas rritjes ishte bërë një njeri në kërkim të qëllimit. Biri I largët ishte bërë një shoqërues I pranishëm.
Burri i dashuruar me një iluzion ishte bërë dikush i aftë të njite dhe të vlerësonte dashurinë e vërtetë. Të dashur dëgjues, udhëtimi i Arbenit dhe Elenës na mëson se ndonjëherë situatat më të dhimbshme mbartin dhuratat më të mëdha. Nëse kjo histori preku zemrën tuaj, nëse u emocionuat me këtë transformim, lini pëlqimin tuaj për të na treguar se histori si kjo bëjnë ndryshim në jetën tuaj. Abonoheni në kanalin ton sepse çdo ditë sjellim rrëfime intensive si kjo, që eksplorojnë ndjenjat më të thella të zemrës njerëzore. Komentoni këtu poshtë se çfarë ju la më shumë mbresa në këtë histori të Arbenit dhe nënës së tij. Ishte zbulimi i tradhtisë, forca e dashurisë amësore, apo aftësia për të rifilluar që ju frymëzoi më shumë? Fjalët tuaja na ndihmojnë të krijojmë histori gjithnjë e më prekëse. Nesër do të jemi këtu përsëri me një udhëtim të ri emocional, sepse e dim se ju, ashtu si ne, besoni se është përmes historive që kuptojmë më mirë veten dhe botën që na rrethon.